fondet e Spitalit Psikiatrik të Elbasanit nën dyshime për korrupsion. Teksa të drejtat e njeriut shkelen pasi qeveria shqiptare pretendon ose është e paaft të siguroj fonde për të ndërtuar një institucion të posaçëm për këta persona. Fondet për tenderat tregojnë se mungesa e parave është një pretekst për t'i spostuar diku tjetër. Kontratat publike që kanë tërhequr vëmendjen e vetting janë tenderat për ngrohjen dhe lavanderin në Spitalin Psikiatrik të Elbasanit. Disa nga tenderat që janë fituar nga kompania FA&B SHPK në pronësi të Vasil Fanit kanë patur mungesë gare dhe indicie për favorizim sipas openprocurement.al. Në prill 2019, kjo kompani ka marrë pjesë në tenderin blerje lënde djegëse për ngrohje, briket pellet, marrëveshje kuadër, të cilin e ka fituar me ofertën 18,8 milion lek. Në garë mori pjesë edhe kompania Sululari Klima, e cila nuk bëri ofertë ekonomike, duke u shpallur automatikisht fituese FA&B SHPK. Një tender tjetër që ka dyshime për favorizim për të njëjtën procedurë është lidhur me tenderin e shpallur në 19 janar 2018. Sipas Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në Spitalin Psikiatrik të Elbasanit, kjo marrëveshje kuadër me afat 12 mujor është anulluar, sepse asnjë nga ofertat ekonomike nuk plotësonte kushtet për të fituar tenderin. Në 21 shkurt 2018, rishpallet thirrja për tenderin, duke u fituar përsëri nga kompania FA&B SHPK në pronësi të Vasil Fanit, e cila kishte përsërisi konkurrent kompaninë Sululari Klima SHPK, që nuk bëri ofertë ekonomike. Ka qenë avokati i popullit që ka tërhequr vëmendjen për kushtet e ngrohjes në Spitalin Psikiatrik Sadik Dinçi në Elbasan. Sipas raportit të publikuar në shtator 2018, në këtë spital nuk ka ngrohje për pacientët. Nga kërkimet e vetting, rezulton se për këtë periudhë tenderat janë fituar nga kompania FA&B SHPK. Në disa nga kontratat për ngrohjen, theksohet se kompania nuk duhet sigurojë vetëm materialet për ngrohje, por duhet ketë edhe 3 kaldaja pelleti, që do t'instalohen edhe te 2 qendrat e tjera në varësi nga vetë kompania, për të mbuluar nevojat e 350 pacientëve në spital. Por teksa kontratat publike për ngrohje nuk sigurojnë ngrohje për pacientët, janë tenderat e lavanderisë ata që kanë ngritur pikë pyetje të mëdha për higjienën dhe mënyrën se si janë realizuar procedurat për përfitimin e kontratave të majme publike. Në 13 korrik 2020, Spitali Psikiatrik i Elbasanit hapi thirrjen për tenderin shërbim hotelerie dhe lavanderie për Spitalin Psikiatrik Sadik Dinçi, Elbasan dhe qendrat në varësi, marrëveshje kuadër me fond limit 158 milion lek. Në tender do të merrnin pjesë disa kompani, por fitues u shpall kompania Abis SHPK Ish Devis në pronësi të Kristin Kaleka me ofertën 157 milion lek ose 1,5 milion euro për 48 muaj. Tenderi përfundoi në Komisionin e Prokurimeve Publike, pasi kompania Sanitary Cleaning SHPK bëri ankesë për arsye të skualifikimit. Gara u shënua me flamur të kuq nga openprocurement.al, sepse Komisioni i Vlerësimit të Ofertave skualifikoi të gjitha kompanitë konkurruese, si edhe ofertën më ekonomike nga Sanitary Cleaning SHPK, duke shpallur automatikisht fituese Abis SHPK Ish Devis. Por pse jemi ndalur te tenderet e lavanderisë? Përveç indicieve për korrupsion dhe favorizim, sipas raportit nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit për periudhën mars-qershor 2018, në Spitalin Psikiatrik të Elbasanit, u vret se pacientët kronik të akomoduar në pavionet 4 dhe 5 nuk kishin kushte të mira të higjienës personale. Edhe në këtë periudhë, spitali kishte lidhur kontratë me Abis SHPK Ish Devis për periudhën 2016-2020 me vlerë 125 milion lek. Ky tender do të shfaqte indicie për garë të paracaktuar, pasi morën pjesë edhe 4 kompani të tjera, nga të cilat asnjëra nuk bëri ofertë, duke u shpallur automatikisht fituese Abis SHPK. Në 29 korrik 2024, ky spital shpalli fituesin pa njoftim për kompaninë Abis SHPK në pronësi të Kristin Kalekas për kontratën me negocim, shërbimi lavanderisë dhe hotelerisë me vlerë 9,7 milion lek ose 97.000 euro. Edhe ky tender u shënua me flamur të kuq, pasi këto procedura janë kritikuar nga Agjencia e Prokurimeve Publike, sepse nuk kanë patur kushte emergjence dhe rrjedhimisht ka dyshime për korrupsion. Megjithatë, skandali në këtë rast lidhet me faktin se në 31 dhjetor 2020, i njëjti spital ka lidhur kontratën për 48 muaj për shërbime lavanderie deri në fund të dhjetorit 2024 me të njëjtën kompani, ndërkohë që duke patur një kontratë paralele me Abis SHPK, ka lidhur një kontratë 3 mujore, e cila dyshohet se është një procedurë
antiligjore. Por ky është vetëm njëri nga problemet, sepse në 16 shtator 2024, ky spital shpalli fitues përsëri për tenderin shërbimi lavanderisë dhe hotelerisë për spitalin psikiatrik Sadik Dinçi Elbasan dhe qendrat në varësi të tij, me vlerë 311 milion lek ose 3.1 milion euro, me afat 48 muaj për marrëveshjen kuadër, kompanin Abis SHPK, Ish Devis. Në garë nuk mori pjesë asnjë kompani përveç kësaj të fundit, e cila u shpall automatikisht fituese. Megjithatë, duke krahasuar vlerat monetare për 3 tenderat, atë të vitit 2020, me vlerë 157 milion lek për 48 muaj, tenderin 3 mujor me vlerë 9.7 milion lek, tenderin e vitit 2024 me vlerë 311 milion lek për 48 muaj, zbulon se shifrat kanë ndryshime të rëndësishme. E njëjta marrëveshje për vitin 2020 dhe 2024 është dyfishuar në vlerë, të cilën nëse e marrim mesatarisht, rezulton se vlera mujore nga 3.2 milion lek ka shkuar në 6.4 milion lek. Por në tenderin e emergjencës 3 mujore, vlera mesatare mujore në vitin 2024 në të njëjtin tender që është realizuar së fundmi, rezulton 3.2 milion lek, sa vlera e tenderit të 2020-s. Si është e mundur që për të njëjtën periudhë kemi një mesatare mujore të ndryshme? Mandje ka një problem tjetër, që edhe pse numri i pacientëve rezident ngjelet konstant dhe numri i infermierëve është ulur, volumi i peshës së rrobave dhe ndresave që do lahen është shtuar. Kompania Abis SHPK Ish Devis është një nga përfituesit më të mëdhenj të tenderave në sistemin shëndetësor dhe vazhdimisht ka qenë në qendër të vëmendjes për shkak të faktit se disa nga tenderat e fituar janë denoncuar në Komisionin e Prokurimeve Publike. Nga kërkimet e vetting, Kristin Kaleka ka një kompani tjetër, Enea Group SHPK, në Ortakri, me ish deputetin socialist Mezan Malaj dhe Elidon Tasho, i cili ka qenë pjesë e asamblesë së Partisë Socialiste. Prej vitesh kontrolli i lartë i shtetit, avokati i popullit dhe një numër i lartë organizatash kombëtare dhe ndërkombëtare kanë konstatuar probleme serioze për sa i përket kushteve dhe trajtimit të pacientëve të dënuar me sëmundje mendore. Në një shtet që i ka lënë shtresat më të varfra të varfrohen për ditë më shumë, kërkohet një revolucion kulturor, pasi mungesa e humanizmit me më të dobtin pasqyron në rënien e shtetit në shërbim të korrupsionit dhe interesave të oligarkisë.